Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Ju jam shumë falenderuese gjithë abonuesve të mi, shikuesve të mi, komentuesve të mi, të gjithë personave që ndjekin kanalin tim në YouTube Tea Tarot 2025. Dhe tani do të shikoj energjitë e tarotëve për sa i përket pjesës së dashurisë. Çdo na sjell kjo pranverë, muaj të mbar, çdo na sjell kjo ditë e parë e muajit mars për ditën e kësaj pranvere. Na sjell marsi, një dashuri të re që është në ajër, në të stinë të bukur të pranverës. Pra të shikojmë këtë energji të dashurisë. Jeni si kjo perëndesh e bukurisë, si kjo femër në këto atë të mrekullueshëm, me këtë dritë të universit në dorë. Jeni një person shumë i drejtë, në jetën tuaj do të vi një dashuri e re. Një dashuri e transformuar. Jeni në pritje. Treshish kopinve tregon pritjen e kësaj dashurie, që vjen shumë shpejt drejt jush. Udhëtim. Do të udhëtoni, do të merrni një udhëtim. Ky udhëtim është një udhëtim i bukur lumturie. Një udhëtim për këtë dashuri, sepse personi i zemrës tuaj shikon tek ju një femër të fuqishme në infinit. Një femër që ka një energji të këtij luani, që do qëllimet e saj t'i çojë deri në fund. Shpeshherë është si e lidhur me litar, me këtë fashë të syt, por gjithmonë duhet ta largoni fashën të syt dhe t'i flisni intuitës tuaj të brendshme për të marrë përgjigjen e dur. Lajmi i prindit tuaj vjen shumë shpejt drejt jush. Ju për të jeni princesha e monedhës, një femër e mrekullueshme, femra e jetës së tij, femra e tij ideale. Pra, kjo dashuri do të vi shumë shpejt tek ju me anë të këtij mesazhi që ju sjell ky princ. Dhe në prërin tuaj do të vi kjo mrekulli, kjo monedhë. Pra, jeni të dy për njëri tjetrin. Keni një energji të fuqishme, një pasion që është i dy anshëm nga të dy anët. Me kë rezonon kjo histori e bukur dashurie? Me kë gërm të alfabetit të emrit apo të vi emrit tuaj? Me gërmën T, A, gërmën V, gërmën P, Z, E, F, gërmën B, G, D, V, Një dhe gërmën N. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me, sepse është energji e përgjithshme, dhe besoj të rezonoj me të gjithë. Me peshqit, me luanin, me dashin, me denin, me brisjapin, me gaforen, me shigjetarin dhe me akrepin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot. Një like dhe një zemër poshtë videos për të vënë suportuar për video sa më të bukura për t'ju mbushur me energji pozitive.